ardhi mes të dyja njande. Nuk dinja. Po mamaja nuk ka hapur zë. O bi, çfarë të bëj një turpi të. Kur plasën pasaj bërë zhlit në derë, aty e kuptova se zgjodhe edhe ai. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Suedi. Unë do të hap dritaren për një 64 vjeçare, e cila sot do të tregoj një histori të trisht, të dhimbshme, por deri diku dhe shokuese të familjes së saj. Padyshim që ajo është nën, duke ruajtur identitetin e saj, do të jetë me imazh zbuluar dhe shumë detaje nuk do zbulohen ditën e sotme. Ajo ka vendosur të hyjë në këtë live, të tregojë historinë e familjes dhe padyshim të kërkojë motrën e saj që di vetëm emrin Raimonda. Kështu që hap dritaren dhe e ftoj këtë 64 vjeçare. Përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje dashur, faleminderit që u përgjigje. Pastaj shkojnë si shkojnë gjërat. Uroj të shkojnë mirë, se ky është qëllimi. Unë nuk e di, kam një paradje kështu, se them kush e di ajo ka kërkuar, po s'ka dhe ajo të dhëna, vetëm ku ka lindur, o mund të ketë vënë emrin e tezes, e gjë tjetër, mbas edhe ajo s'ka. Ti je në kërkim të një personi? Po. Kë kërkoni? Atëre, duhet të jetë motra ime nga babai dhe nga tezja. Raimonda, ti kërkon motrën nga babai dhe tezja? Po. Që do të thotë babai jot ka sjell një fëmijë në jetë me tezën tënde? Atëre, ka qenë i martuar me mamën time. Po. Ndërkohë ka patur dhe një lidhje me tezën. Unë këto, domethënë, i kam zbuluar tashi, me gjithse kur ishim të vegjël shikonin kështu, po ti e di si ka qenë ajo kohë, dhe fëmijët kanë qenë më të as që arriej të mendoj, po kur dëgjoj gjithë këto histori, bëj lidhje. Po më shumë e zbulova, Odeta, mbas vdekjes së prindërve të mi. Pastaj mora këto kushëri, po tezet ka vdekur. As këto nuk e kam të qartë, se unë telefonova, ditjem të daj, ose këto që janë më të rritur. Unë nuk e mbaj mend maman time shtatzan, me këtë të voglin e mbaj mend, me këtë se mbaj mend, po isha dhe me vogël, se vllai që është mbas me, mbaj mend kur ka lindur mama, se linte në shtëpi. Po, thashë, doli kjo pyes kushërinë dhe këto, një komshie pastaj se si tham, fshati e di, po i Zoti nuk e di. Po. Edhe kjo puna. Edhe pyes një komshie që është gjalla, koma i thash kështu, a tha këtë histori Monda nuk e dim sa mua, por di këtë tjetrën, që ka lindur një fëmijë, se kur thoshte gjyshja, kemi patur më një Monda të bukur, po ajo vdiq ishte me flokë të zeza, unë kujtohet se ishte motra ime ku dini, as kam bërë pyetje. Kur më thot kjo, jo, thot, ka qenë vajzë, ka lindur, po ka vdekur, e kur ka shkuar babin, ta shikoj martenitet, doktori martenitetit e ka përzën, se e dinin historinë mirë, po ne nuk dinin gjë, as vëllezërit e mi as unë. Mamaja duhet ta dinte, po s'kam asnjë nga të dy se ishin gjallë, ishte me lehtë çështja. Edhe aty më erdhi dyshimi, në kohën që ishte sistemi. Këtë vajzë jam e bindur që e kanë dhënë për adopcion. Raimonda, ndalemi këtu te historia, sepse është një histori goxha e rëndë që besoj dhe ti vetë je shokuar kur e ke mësuar që ke një motër që ka ardhur në jetë nga babai jot dhe tezja jote, që i bie babai ka tradhtuar nënën tënde me kunatën. Ma ata e dinte mamaja ime, se unë kur masi u martova e kështu, ai ka qenë, do me të një baba model, ka patur këtë vesh si duket, ne nuk dinim në atë kohë, po brava dhe kur ashtu me maman, i thashe e ke duruar shumë këta, e turpi, po jo deri në këtë pikë, nuk dinja. Që kishte ardhur në jetë një fëmijë, e qartë. Edhe nëna, kur më thoshte që ka vdekur, do me të besoj që ka vdekur dhe ka qenë motra para se të lindur, asgjë më shumë. Kur ma tha kjo komshia, po i pyeta, pasaj dhe një qupe hallos, do me thëmë, po atë dhe atës kam shkuar në Shqipëri që duat të flasë nga afër se janë gjëra shumë të rënda për të folur dhe në telefon. Kur më tha që ka vdekur dhe kanë varrosur shumë në përbaqe, nuk e besova.
e nuk e besoj. Për mua ajo fëmijë është në adopcion, vetëm kaq di për të mos të lodhet në papunë, që ka lindur në Pogradec. E dashur Raimonda, do më lejosh të bëj disa pyetje? Po. Tezja ka qenë e martuar në momentin që nisi një Jo, ka qenë vajzë. Ka qenë vajzë. Pra gjithë shati e dinte që kishte një raport. Jo, do me thënë, ne jemi të ardhur aty, nuk jemi nga aty ku jemi. Babi ka lindur në një fshat të Korçës, dhe këto në një fshat të Korçës kanë qenë. Komplet. Pastaj janë shpërngulur. Në vitin 1960 se ka lindur vllai, po nuk i bëshe direkt histori që nuk bëshe pasaportizimi e këtë ande, me zia reguluar kanë bërë. Dhe dajua me gruan, me këtë teze, jetonin në një shtëpi me babin edhe me mamitin e me gjyshen time. Por pse mami jot e kishte marrë vllajin dhe motrën në shtëpi? Po ashtu si që ishte në atë kohë që i ndimonte, se kanë zbritur situatë në fshatra për më mirë. Do me thënë Tezja ka jetuar në shtëpi me ju? Ka jetuar pak, nuk e disa ka jetuar, ne kemi që të vegjër, unë s'kam që dhe hiq, do me thënë kur linda, unë kam lindur në 62-shin. Pa nuk kanë qenë me ne, nuk mbaj mend që kemi qenë vetëm, kanë marrë shtëpi tjetër afër nesh, do me thënë. Por në momentin që ti u rrite, ti e ke mësuar vetë nga nëna jote që baba juaj ka pasur një raport me Tezën? Jo, unë kur kujtoj tash të gjitha këto, ne ishim fëmijë, flinim në një dhomë, unë, mamaja, babi, edhe Tezja, babi mes të dyja njande. Po në atë kohë nuk kuptoni, mund ta shiqe me lidhjen, e nëse nuk është normale. E qartë. Mamaja ka qenë nga ato grash nga patur gojën e kyçur, nuk ka qenë. Kush ta ka treguar për herë të parë të histori që baba juaj ka pasur një marrëdhënie me Tezën tuaj? Këto e kam ditur dhe pa u martuar, ma ka treguar një çupe hallo se ky shkonte ndiqte edhe në punë dhe këtë edhe andej. Historia shkoi më gjatë kur ne u rritëm dhe Tezja vendosi të merrte dikë që të martohej. Edhe atëre mbrapa bi lidhjen Odeta, se në atë kohë kur ishim të vegjël nuk është e kuptoni. Babai nuk ka folur, shkoi dhe te personi, tha ajo është timja, ti nuk do ta marrish. Edhe këtë histori e di, po kam thënë mbrapa, edhe personi e mori, kanë fëmijë, jetë të lumtur, kanë bërë, më the thash, edhe babi nuk foli, ai nuk vinte në shtëpinë tonë, dhe Tezja nuk vinte në shtëpinë tonë. Ne shkonim te dajua se kishim afër, kur vinte ajo mbas ishte martuar, ne shkonim, nuk na thoshte gjë dhe mamaja, dhe kur ka lindur djalin e madh Tezja, kemi shkuar martëtet unë dhe mamaja ime. Babi nuk na pengoi asnjëherë, mbas ai thirri trurin. Por iku nga shtëpia një 6 muaj. Dhe në atë kohë, në momentin që Tezja u martua, babai iku nga shtëpia 6 muaj? Iku, unë asot nuk e di ku ka shkuar, ta pasaj që ishte punë në Durrës, i sot nuk e shqeshe mamit, ne rinin me gjyshen, nga me babit, që ishte mamaja babit, mamaja, edhe neve 4 fëmijët. E fort ka qenë nëna jote që ka rritur? Ishin rritur jetime, se kishin rritur xhaxhaj, se ishin vdekur prindri, siç ka qenë në atë kohë që vdiste shpejt. Shumë e fortë, do me thënë edhe kur vdiq ajo e ka dashur e kështu, do me thënë kanë pasur respekt si duket ai i thirri trurin, po mamaja nuk ka hapur zë. Unë rastësisht 2-3 herë, jo më shumë, kur diskutonte ai, e i thosha, e ke gruan shumë këtë ti. U di, qarë të bëj një aturfi këtë. Po tash kur zbuloj këto gjëra, do me thënë. Pra, kur nëna ka qenë gjallë, le të themi ti ja ke thënë këtë gjë, nënës, po babait? Jo, ati kur diskutoni me kështu, po pa ditur gjë. Me sinqeritet, i kam thënë se do më pada i problem me ishburin tim, pinte, bënte kështu, e durova dhe në 1 pikë, 2-3, pasaj iku ajo punë, edhe i thash babi tim, unë po paguaj ato që ke bërë ti, po pa ditur ka i shtelë. Dhe ai nge, pas gjithmonë kishte një qëndrim shumë të largët nga mua, se kishte frikë se mbase unë dinjam shumë, po nuk dinjam atë kohë, të thënë të vërtetën. Dhe si reagoi kur i the babait këtë gjë? Ngeli kështu e pastaj mori distancë. Unë me babin kam shkuar shumë mirë derisa e martuar. Babin e kam dashur më shumë se maman time. Kam qenë shumë e lidhur me atë. Dhe ai, do me thënë, me ne fëmijët e me të gjithë, ishte një
u burr me zë. Do me thënë, pavarësisht e njerëzit duhet ta dinin këtë, unë them që duhet ta dinin dhe tezet e tjera, po kanë vdekur dhe ato, e kështu të gjithë duhet ta dinin, o ai ndroi vend gati ku ishte se ishte fshat dhe erdhi për të humbur gjumë, nuk di çfarë them unë. E qartë, e kuptova se ma the, nëna juaj ka qenë jetime dhe kjo ka qenë shkaku që ajo motrën e ka marrë në shtëpi me vllajin dhe ndodhi. Jo, i ka rritur xhaxhaj, ka pasur një xhaxha simbololl që kanë qenë ata të kohës në atë, ka rritur 3 palë jetima i xhaxhaj që ne e respektonim dhe ne kur vinte, se ka qenë burr zotni dhe ajo ka qenë grua zonë. Kështu kemi qenë të mësuar me të respektojmë e të duam. E qartë, e kuptoj, kjo është një histori e dhimbshme e familjes tuaj që ti ke vendosur sot të kërkosh motrën tënde që nuk e njeh dhe nuk e shkon të zona. Në qoftë se është gjallë dhe në qoftë se ai ka dikush që kërkon e ka lindur në Pogradec. Rreth çfarë viti, ju kujtohet? Atëherë gjyshja më thoshte që ka qenë para meje, po unë vitin e saktë nuk e di. Vllai i madh ka lindur në 62-shin, ajo po ka lindur në 61-shin, se unë jam në 62-shin. E qartë, pra 1962-shin. Ajo duhet jetë para. Ju dyshoni se ma tregonte gjyshja që më thoshte ne kemi pasur dhe një mundë, po ajo ka qenë me flokë të zeza e kështu në vdiq. E qartë, pra ju dyshoni. Kisha pyetur gjyshën atë kohë dhe më tregonte gjithçka, por nuk dinja. Fatkeqësisht të gjitha persona sot janë larguar nga jeta dhe ti nuk e ku të mësosh informacione, e kuptoj qartë. Dhe kjo si është e madhe, do me thonë, e dinja se më tregonte që babi e ndiqte kur shkonte në punë, të njëjtën gjë më tregoi dhe kjo komshia që është gjallë. Ata di dhe një histori tjetër kur kjo kthehej nga puna, para se të mëtoj. Ky ka dalë në rrugë, aty ka qenë afër një person tjetër. Dhe kur ka dëgjuar që ajo ka vërtitur, ky personi ka dalë me lopat siç punonin atë kohë dhe i ka thënë hapja rrugën se unë të bie dhe të vras. Është larguar babi. Po dhe diçka tjetër ma ka treguar dikush tjetër, po më pavë rëndësi, shkonja nga Tirana për në Pogradec dhe ky autobusi, ky i furgonit siç ishin atë kohë, dhe të qeshur më tha e ke si të tezes tënde, më tha mua ai. Por, sa nga je kështu e po flisim, i thash kështu do me të një ato, tha e njoha. Mua nuk u pëlqeu që a njënte të zentime, për shembull. Ishin nga këto që punonin në nëse nuk dua të marrësh ashtu. Do me thënë, nuk i ka vërë rëndësi atëherë, por tash që bëj lidhjen e gjithçkaje, më del diçka se edhe ne kemi dashur e kemi respektuar edhe unë. E donit dhe ajo më donte, unë shkonja të shtëpia saj, të vjera saj më donte si mbes. Por, me sa kuptoj unë, nëna jote e ka falur motrën, edhe pse ajo le të themi e ka dutur. Solli një fëmijë në jetë me babain tuaj, me burrin e saj. Po, plus që ka ditur se unë mbaj mend ato gjëse që flinin në një krevat, nuk ka grua që të doj motrën në një krahun tjetër, se si ishte e vogël. Mbaj mend unë ishin të vegjël se një dhomë kishim ashtu poshtë flinte gjyshja e këto, e ne fëmijët flinin në të njëjtën dhomë ku flinte babi, edhe mamaja dhe edhe kjo ndodhte që kur vinte, edhe flinin në një vend, por atë kohë nuk i kuptonim ato. Kurse mamaja e kuptonte se nuk ishte e vogël. Pra le të themi që ata krevatin e kanë ndarë të 3 bashkë për vite të tëra. Mbaj mend të paktën 3-4 herë, mbaj mend shumë mirë. Pastaj ajo flinte te dajua, se si ishte martuar edhe ishte afër. Dhe u largua dhe u martua. I dashur Rajmunda. Mamaja e ka ditur. Po kur i kam thënë unë, po unë nuk di një gjë, më tha, më kështu tha, çfarë do bënim sa? Çfarë të bënim sa? Ishin 4 fëmijë për të rritur dhe turpi të njerëzve ta. Pse? Po derisa e dinte ku pallës time, hallu e dinte se ka punuar me këto. Pra, kështu që ajo është një histori që të gjithë e dinin dhe të gjithë kanë ndeshur. Pastaj të tregoj. Po, kur ti u rrite u përballe me nënën dhe ja the nënës që nuk tolerohet kjo gjë. Jo, nuk të drejtim kaq të fortë, jo. Nuk ishte guximi. Jo, ma nuk dinja se ishte deri në këtë pikë. Mua dhe Çupa Hallos ma ka treguar
kur ka ardhur në Tiranë, që më tha kështu, e këto, edhe të tjera histori. Ti nuk e ditur që ke pasur një motor nga babai me Tezen, por ti ke ditur që babai ka pasur një marrëdhënie, le të themi me Tezen, kur ti u rrite. Jo. Odeta, unë, kur më thoshte gjyshja që na ka vdekur një mondo dhe të kemi vënë dhe ty emri mond sa ajo ishte e bukur, kujtova se është babai dhe mamas time, nuk mendova që ishte asaj tjetrës. E qartë. Dhe nuk bëra pyetje se normal s'kishte si më vinte një pyetje, pa ditur gjë. Por me Tezen tënde, ti je përballur kur ajo ishte gjallë? Jo, ajo kur më tha që kështu, atëherë bëra ato që ajo ka qenë me ato se më tha ajo, ka qenë midis babait dhe Tezes, edhe e kanë doktori kur ka shkuar ta shikoj në martiritet babin, e ka përzënë. Dhe ka thënë i vdekur, nga gjithë to histori që dëgjoj se edhe atë që e gjeti maman mbasi 7 vjetre që kishte në Australi, pak kohë më parë që e kemi dhënë. Kanë qenë historira figurat në kohën e vet. Plus që babi ka punuar në shtëpia e fëmisë Pogradec. Ke një tjetër koincidencë. Hallua ime, që kishte 3 vajza, adoptoi një vajzë që quhej Raimonda, pa ajo ishte një vit më e vogël se mua, 6 muaj sa ishte. Me flokë të zeza, hallua ime e adoptoi këtë, jo e adoptoi, si ishte në kohën e Enverit që shkonte e merrte për festa, për vizita, për pushime, për gjë. Dirësim nga larg. Ne këtë mundë kemi dashur me mishe me shpirt të gjithë fisi. Jo vetëm neve, hallot e tjera, djemtë e dajos tim, të gjithë e kemi dashur se e doni. Dhe më linte edhe dyshimi, mos është e njëjta mund, po dhe kjo është shkreta, s'pati fat. Të tregoj një pjesë tjetër, donte të gjinte prindrit e këto, dhe kjo vjen e thot, babin tim e quaj një dajon tim. Po atëre kush i lidhte këto gjëra me dashur Odeta? Edhe kjo shkreta dhe ne kemi dashur kështu dhe kur është fejuar vllai i madh, babi ka marrë atë që ka shkuar si shkonin 5 veta, 10 veta kështu. E ka marrë atë, por ne kemi dashur të gjithë, pa përjashtim, jo vetëm babi. E ke menduar që kjo Raimonda mund të jetë motra jote? E kam menduar dhe këtë, po dhe këtë nuk më e përgjigje shkreta se iku në Greqi ku hapun ato se u martuan në Korçë e këte andej, edhe ajo ka bërë aksident, do me thënë, ka 3 vajza, ka qenë tortuar duke ecur me vajzën në krah, edhe me burrin i ka rënë një makinë. Kjo vdiq. Ka vdekur Raimonda? Ka vdekur dhe kjo u bë shumë vite. Edhe kjo vdiq pa fat. Burri që në koma, për të shpëtuar njërin ato ka shpëtuar burrin, si që më tregonte vajza e hallo, se këto i doni si motor, edhe spitali grek i kishte thënë këdoni të shpëtoni prindërve të ati, ata i kishte thënë të shpëtojnë djalin. Po si duket as e kishte edhe ajo ditët e shkreta. Edhe ajo ka vdekur dhe nga ajo nuk mund të marrë dot asnjë përgjigje, prandaj është tut e gjitha një lëmsh që nuk ja gjen dot fili. Por unë e buj vetëm për sinqeritetin tim, Odeta, të mora, thjesht as në qoftë se ka dikush aty që kërkon, që ka lindur në Pogradec, që quhet Raimonda, se mbase dhe emrin e Tezes, po ta them ka kërkuar dikushi dhe nuk gjen se nuk ka si të gjej pa gjë, dhe është gjë, unë dua ta shikoj dhe t'jem në krahë saj ose pa interes, ashtu siç i thash dhe kësaj tjetrës për nipi. Unë nuk kam interesa, se edhe këtu ku jam punoj, edhe tash 10 orë punë ditë punoj këtu. Historia e familjes tuaj që nga një histori si një film. Film. Po kush e dinte? Edhe vllai duhet të mbrothë kështu. Kjo tjetra shkoi e vdiq, sa e vuri në Terezisë, sa u ndje lumtur monda. Kjo e birsuar, vajza e birsuar. Edhe këtu më lindi dyshimi, thash si perfekt pikërisht Hallua duhet merrte këtë me emrin Monda. Por Halla jeton? Po kanë vdekur me të dyja, të treja Halla. Por
vajzat e hallës din diçka sepse besoj që ajo familje që e bërson e di të vërtetën. Shkoj, po nuk s'ka zot në për telefon, na e kështu, duhet shkoj në verë, kjo e madhja, di, po kanë qenë dhe hallët e mia kanë qenë gras zonja. Pa dyshim, nuk e vë në dyshim këtë gjë, por Jo, sepse e kanë mbuluar të vllajën, e kanë dashur, e kanë respektuar e kështu. Edhe sepse ajo që më lind mua si dyshim është që ky fëmijë i pafajshëm që erdhi në jetë u birësua brenda familjes duke ditur që babai juaj ka qenë punojës i shtëpisë së fëmijës aty. Dhe po nuk e di, nuk jam e sigurt as këtë 100%, po koha e verit që ishte u dha një urdhër atëherë se isha më rritur dhe e di shumë mirë që këto të shtëpisë të fëmijës jepeshin nëpër familjet më të mira të qytetit për të ambientuar me familje. Nuk e di a e di këtë, do me thënë. Po, vazhdo, edhe sot e kësaj dite dashur Raimonda. Nuk është se aborton, po e merrte të djelave, festave, pastaj kush. Edhe sot e kësaj dite ekzistojnë, quhen birësim nga larg, që do të thotë një familje mund të birësojë nga larg një fëmijë jetimore, ku mund ta marrë për festa, për fundjava, për pushime dimërore, pushime verore. Pra, edhe në kohën e komunizmit para viteve 90 ka ekzistuar kjo gjë, por edhe sot e kësaj dite ekziston. Por çdo që dëshiron të birësojë një fëmijë nga larg, jo birësim 100% që ta marrin në shtëpi dhe të jetojë 24 orë me të, por quhet birësim nga larg. Edhe sot e kësaj dite ekziston kjo gjë. Fëmijës po gradecit u transferuar në Korçë, edhe kjo mund u transferuar në Korçë. Po hallua ime ka qenë një grua me zemër të madhe. E kanë ndjekur dhe babi dhe hallua ime shkonin e merrnin në Korçë, e çonin e sillnin, po dhe hallua ime ka qenë një grua e jashtëzakonshme. Por nëna juaj si ka reaguar për këtë Raimondën që u birësua? E kemi dashur të gjithë, edhe ajo e ka dashur. Mbas e ka ditur, mbas e s'ka ditur, po mondën e donin të gjithë, fisin. E nuk dasma në përkëshu, edhe djemët e da ajo spin që synin në atë, të gjithë e donin me respektonin, e donin me që shpirë. Kur vinte në aty në tek neve, o monda na bëj një byrek se më pëlqen më atë. Ne mondës i bënin gjërat më të mira, por e donin me sinqeritet. Pa ditur, për shembull, fjala vjen se mund të ishte motra. Absolutisht jo. Ndonjëherë thuhet që të thërret gjaku dhe ta mendosh që ajo Raimond që fatkeqësisht ka humbur jetën nga një aksident në Greqi, të ke qenë motra jote, i e rritur me të dhe se ke ditur, dhe kjo është ironia e fatit realisht. Nuk, ajo ka qenë një 10 vjeçe kur e kanë marrë ato, po unë mbaj mend se kjo monda, edhe kjo ishte me vlog të zeza. Nuk di në të ka ditur gjë dhe kjo kërkoi prindrit dhe i donë nuk e di në këto fshatrat e Kavajës, ajo dhe dajën time donë të respektonte vllajën e nënës time. Se ishte, do me thënë, për neve ishte një mësuese e shtëpisë. E qartë, kuptoj. Edhe e doni por e vërteta nuk dihet nëse ka qenë motra juaj apo jo. Unë kuptoj që ka qenë një shok për ty pas vdekjes së prindërve ku ke mësuar të gjithë histori, që ke një motër. Jo, më shumë të thash kjo motrës do me thonë që bëj lidhje, nuk mund të varrosin në për bache. Në ato vite, nëse fëmija vdiste në spital, spitali nuk ta jepte fare dhe varroste spitali. Po ka dirë, po kur më tha jo kësu, e ka mandohë dhe nësë kësu, dhe kur dëgjoj historira, bëra lidhje, thash, për mua ajo ka qenë gjallë, e ka dhënë adopcion, se duke parë problemin si ishte, ka përfunduar kështu, dhe më shumë për këtë, në qoftë se është dikush me këtë emër, që ka lindur në Pogradec, në 61-shin, mbas edhe në fillim të 62-shit, se unë kam lindur në... O, kanë qënë dhe të dy astazanët të jetë në kohë. Ku ti që të themë, Odeta? Nuk di. E qartë. Nuk di. Po mund të jetë dhe një 62-shit që ka lindur. Por ajo që ti di është që të ka thënë gjyshja që është më e madhe se ty, do të thotë ajo ka lindur para 62-shit. Para teje. Jo, gjyshja më tregon të kështu që dëgjo, kemi patur dhe një mund, ti ke lindur mas asaj me flokë të zeza, ajo ka që me flokë zeza, ti me flokë të bardha, po unë as dyqova, as bëra gjë, si ta shoj, ka vdekur si distin atë kohë, shumë të mi. Por me në Po ta shimë që më damin këto, komshia që ma tha, kjo tjetra që ma tha.
I thash unë tash nuk di me vllai. Ti nuk pyete asnjëherë nënën tënde nga kurioziteti që kemi pasur një motor dhe ka ndruar jetë? Jo, ajo nuk ka folur kur, vetëm gjyshja. Mama ime s'ka folur kur. Për këtë histori. Dhe unë si fëmijë që kam qenë atëherë, mendonja që ka vdekur siç vdesin të gjithë. Mbrapa, as gjyshja si ishte, as asu, po as maman se kem pyetur as babin, jo. Unë uroj që ajo të jetë gjallë, uroj mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e saj dhe mos jetë ajo Raimond fatkeqe që u birësua tek halla jote dhe fatkeqësisht vdiq në Greqi nga një aksident. Urojmë që ajo të jetë diku. Nëse ti do ta kishe përballë, çfarë do i thoshe? Është një histori kaq shumë delikate dhe kaq shumë e vështirë sa do i thuash unë jam motra, por nëna jote është tezja ime. Ajo s'është fajtore për asgjë. As neve, as unë, as ata të tjerët nuk janë të familjes time, s'jam fajtor për asgjë. Në qoftë se asaj i pëlqen të ketë një lidhje me ne, unë kaq dua. Thjesht që ta di që është gjallë, nuk ka munguar bashkë një motor edhe ta kem, se kam patur vetëm 3 vëllezër. Je vetme. Thjesht për ta dashur, se bashkë edhe ajo shkreta kërkon, por nuk di të gjej se s'ka të dhëna. Thash mos keni juve në listën tuaj, se duke parë gjitha ato emisione, ka dhe gata që jam në listë edhe e në qoftë se asu, ti prezentoj maman e vërtet, do me thëmë, asgjë, thjesht për ta dashur për të hequr sa do pak atë dhimbje që ka kaluar gjatë gjithë jetës. Dhe ajo që më vjen më shumë keq është që mbas e ka kërkuar, po s'ka patur të dhëna dhe nuk ka arritur të gjejë gjë. Mendon që me gjetjen e Raimondës mund të hapësh shumë plag në familje? Dëgjoj, unë për vete nuk kam plag, më vjen keq për ato fëmijë në qoftë se është gjallë. Për këta që kam ikur nuk më prish shumë asgjë. Duhet i bëni gjërat në mënyrë më të transparente. Gjëra ashtu siç kemi menduar që gjithmonë kemi jetuar të qetë, i ktheja ndeje kështu. Tash i del një deli. Edhe nëse ishte kjo monda e shkret që vdiq, atë kemi dashur të paktën nga ka dashur, kemi një kujtim. Kurse kjo tjetra, nëse kërkon dhe nuk gjen gjë, ti jap një mundësi që dua ato që të jetë, dhe ta përqafoj, thash, s'ka pse të më vitur mua dhe asaj për atë që kam bërë. Ajo do një dorë ose një dashuri, unë ja jap. Kjo është. Ke marrë përsipër të gjesh motrën tënde nga babai dhe të tregosh të vërtetën për t'i prezantuar se kush janë prindrit e saj dhe motra dhe vëllezrit. Unë uroj dhe shpresoj që të zbulohet kjo e vërtet, një histori vërtet e dhimbshme. Siç dëgjoj në këto emisionet e tua që të thoj një lulet e varri babait të saj që është dhe babai. Unë nuk e pegoj. Kjo, se sot ta di ku jam si që i thonë të gjithë. E që se ka do dyshime, mua më vjen keq për ato femër, ashtu si më vjen keq dhe për veten time. Uroj të zbardhet kjo histori, uroj të mësohet e vërteta. Shpensa ime vitme është vetëm kjo që thash, mos ka dikush që kërkon prej vitesh e nuk e gjen dot. Se dhe kjo shkreta munda që vdiq, i dua t'i gjej prindrit e mi, se me mua fliste shumë. Shumë. Ishit një moshë gati, një moshë, të fitin dhe bashkë, dua munda t'i gjej ose vetëm të di kush janë. Unë nga hallon time dhe burin e hallos i quante mami babi. Mami babi për mua janë këto ku shërinjeni ju. Edhe në fakt, mbas asaj që i gjeti ajo, o të paktën në tha, kur tha që tha e babi time që po kush mendon të atëre, se mund t'jetë shkruar dhe ajo me emrin e tezes. Nuk e di. Pa ajo nuk është në që ta pyesja. Basa ajo e mori vesh të vërtetën dhe në i gojë mbyllur. Nuk di çfarë të tregoj, po nga ne nuk u shkëput. Deri iku në Greqi, le hallon time që i dërgonte lekët e peshqeshët e çdo feste, çdo gjë dhe hallon time dhe vërtet. Asaj jetime që u rrit jetime, por humbi dhe jetën në një moshë të re dhe është një fatkeqësi për kjo gjë. La dhe tre vajza jetime. U rrit jetime dhe la jetime, kjo është e dhimbshme.
dua t'i fshish lotët se u preke nga kjo histori, siqerisht dhe unë u shokova. Teksa të dëgjova sot. Nuk aty më vjen keq, më që të kem një histori kështu. Por dua edhe Kem një fëmijë që ka vojtur për fajtë dikujt tjetër. Më vjen keq. Ajde, jeta pas ka shumë gjëra si me do. E vërtet. Sa më shumë korrekte kështu ti jesh, aq më keq të dalim nga tjetër. Dua të pyes sa vite u bë që jeton? Bëj 20 vjet. O 20 vite që i larguar nga Shqipëria. 20 vjet. Edhe këtë peshqi pata nga burri. Se u kam qenë në Tiranë, do me thonë, jam nga një qytet tjetër, po që në 1987 kam qenë martuar Tiranë. Kam punuar në kombinat Mishit, kam punuar në rroga qetësi ushtarake, kur u shkatrua kombinati, pastaj kam punuar te Keshi. Dëgjoj, kam qenë dhe në qendrën e grave të dhunuara në Tiranë, nëse do ta dish. Por pse ti je një grua e dhunuar? Edhe në Tiranë kam bërë ndarje të shkallës së parë 1 herë, 2 herë, pastaj vini siç e di bjerri e këto se ka qenë burr sot një bjerri e njerëzit e kështu. Edhe ai filloi pije bixhozi ku u hapën këto. Ai mbas 90-s shkonte poshtë më poshtë. Ikte, vinte, prishte lekët e. Po dhe në Shqipëri kam shkuar 3 herë, shkallë e parë kam qenë undava. Edhe ato të qendrës së gruas kanë qenë atë kohë në Tiranën e re, si quaj, nuk e mbaj mend afër një shkolle. Po, qendra kanë qenë ato. Pastaj ajo kanë qenë në fillim aty te ajo e Tusis poshtë. Por ju sa vite qëndruat bashkë të martuar? Të gjitha shkoj 25, po kur erdha dhe këtu, babi më pa thënë, mos ik se ai nuk ndryshon, po e ke parasysh jo fëmijët, jo këto, fëmijët i kam ndjekur vetë me shkollë edhe në Tiranë kur isha i ndiqja me kushte e kështu. Se kur plasëm pastaj bërë zhlik në derë, aty e kuptova se zgjodhe edhe ai. Pas ke bërë një jetë vështirë. Kam punuar nese, në zyre këto po thash nuk. Pastaj edhe këtu ishte shans si fundi për mos të shkatëruar shtëpinë, se ata burrat e shkatërrojnë dhe gra duhet ta mbajnë. Nuk shkon asnjëherë as kjo. E babim sa mos ikta sa i zbëron e këtej, po hajt më. E provova dhe shansin në fundit erdha dhe këtu 6 muajt e para, vitin e parë si s'kam përfunduar në një psikiatri. Aq keq isha. Shiko frigoriferin mboshet pak të Tiranë punonja, pastaj e kapa vete domethënë, punonja, paguanja, drita, të kompletu. 1 herë, 2 herë, pastaj doli 3 vjet pa letra. Pastaj domethënë sa mora letrat, dokumentat, përfundova dhe këtu në urgjencë. 2 herë. Herën e parë nuk tregova. Pastaj nese iku nga punë, dolën to për dokumentat, ky merr 1.000 euro i kishte prishur rrogën e vet. Siç e vëtë gjithmonë. Unë e dëgjoj që po fliste me të motrën, më dërgoi lek se ka dalë ligji që të bënim letrat unë dhe ai. Unë e dëgjova dhe i thash, asa jo i thash për mua mos dërgo, se të lash borxhin gjithë vitën. Por unë i thash, i kam lekët e mia, i kam futur, i thash dokumentat për të dhua, po dhe që dërgo, unë borxhin nuk laj më. Se më takoj që laj borxhin në Shqipëri, laj borxhin këtu. Pastaj aty unë dashu thash, po unë e kam të shkruar që jam budallaq. Mua më kishin dalë letra, duhet futesha në 28 mars të 2010-s. Ato pastaj e ka hapin e ashtu se përfundova unë në urgjencë, me hyri këtej, doreza e delë se doli këtej. Nese, kam kaluar ato deta, pastaj erdhi dhe një herë tjetër, mbas 2 vjetësh me emër të ndëkuar e këtej, bie zile se ja kishin treguar do shqiptarët e tjerë, e hapa se verdi keq për fëmijët.
I thash do rishia dhe ti ikës ti më punëton dhe këtu, shiko fëmijë prapë për të mos ta me gjithë se mua kishin thënë policia. Kur të vi duhet lajmërosh, unë lajmërova në fakt, i thash mos e merrni ta çoni në përburgje, ai do rini javë do iki. Më kanë thënë polici. Ki kujdes, pasirë se besoj, kur doli pasandaj shkaloj një javë, bileta ju doq, i thash djalit merri prej biletën se lek mos japësh sa i lite Bixhos. Zjo do da valigjën jashtë, a i mori një këto nga këto plajt e trashë, u përdori këtej për pizza, e ma ka dhëm kokës. E të mërshme. Arriti ti këte pra, edhe do me thënë, e futa si tha për mirë, për mos ashtu, po kishtë mbaruar do me thënë. Por gjithësi pas divorcit... E në që e dashu, po mora patent të bleva shtime të gjitha. Ja dole e vetëme. Duke ndjekur unë, duke paguar unë. Asnjë lek, po s'po bëhet shumë, 16 orë punë në ditë kam punuar. Tash si punoj 10, se punoj në një restorant, punoj edhe para dite, punoj edhe në darkë. Dhe më vjen mirë që... Jam eksplodu nga kruri, nuk u përzjeva me asnjë se jam rehat. Jetove me fëmijë dhe uroj t'jesh një nënë e lumtur. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.